funkcionu, unë edhe këtu kom deklaru që me zër nuk matë asnjë funksion, edhe që s'ka nevoj me majtë asnjë funksion publik, e as partijak. Në fundin politik Gjumirit nuk ja dëshiroj, po është koha që të merr një hap mrapa. Edhe kjo që ka po ndodhë në LDK, është si po duk, është një akumulim i paknacive për një kohë gjatë, mes njerëzve të cilët nuk kanë mri me ndërtu me pas gjutë përbashkët për hecje përpara, që një më të gjatë se sa që na duket neve. E tash dul Peja me Lipjan, po pritet me dalë edhe dega e dytë e Prishtinës, tash disa miq në LDK po më thonë që ka dhe tjera, pra do të jetë efekti domino. Po do të ketë shumë, pa e çka është me rëndësi është që LDK-ja të metet bashk dhe që të gjejnë, duhet ta gjejnë një mënyrë kreative të funksionimit deri vitin e ardhshëm kur i kanë zgjedhjet e përgjithshme. Ose të shkojnë tash një vit më herët në zgjedhjet e përgjithshme. Për nivel degi dhe i lartë, po definitivisht e bllokon LDK-n që të bëhet partnere e vetëvendosjes për qeverisje tash, sepse duhet mirët me punë të brendshme. Ky proces e bllokon, po i bie që e ndalon mundësinë që të bëhet partneritet. Po, bllokon. Po, se ka një reagim me njerë nga Abdigjiku një minutë më herët, edhe ne natyrisht jemi azhur në kuadër të informacioneve të fundit. Nuk i dhash kështu si qëndrime LDK-n e Pejës edhe të Lipjanit, por do t'jap me një